Mirëmbrëma, sot kena një temë shumë interesante. Ku jetojnë të vdekurit, ose të paktën çka kanë bërë prej tyre, dhe se kanë fjalën për varrezat. Këtë ja kam përmendur herë tjetër më parë, por sonte do të shtillojmë. Të vdekurit jetojnë në subkonsciencën tënde. Të vdekurit jetojnë në mësimet subkonscienciale që të kanë dhënë ty para se me vdek. Për shembull, mund të marrim dy raste. Nëse ty të ka mësuar makinën për herë të parë gjyshi, dhe gjyshi jep të makinën si psikopat, me siguri jep dhe ti si psikopat. Pse se personi që ta futi për herë të parë dhënien e makinës në subkonsciencë, të ka dhënë këshilla si për shembull nuk do t'i presim këto budallëj që presin trafik. Si sa budallëj janë të që presin, unë futem të korsia autobusave. Falas, s'ka thënë gjë njëri ndonjëherë. Nëse kjo ishte këshilla që dha gjyshi për makinën, dhe pastaj gjyshi ishte personi i parë që ta ka mësuar makinën, kjo do mbetet me ty. Këto dhe leksione kur ishte domos i vogël dhe po mëson për herë të parë, dhe po mëson nga një person që është 100 herë më kompetent se ti, s'është më i vjetër se ti. Këto të mbeten në subkonsciencë. Ti në të ardhmen kur ka një 20 vjet që ka vdek gjyshi, kur ke një rast që mund të futesh në trafik dhe ke për urgjencë, mund të futesh nga ana e autobusave, ti prap futesh aty. Ky leksion të ka ardhur nga gjyshi 30 vjet më parë, ti nuk e mban mend fare nga të ka ardhur, po prap ti reagon kështu. A nuk mund të themi se një pjesë e gjyshit jeton përmes teje? Ky rast që po llogarisëm është vetëm mënyra si mund t'i japi makinës. Kjo funksionon shumë më tepër leksioni që të shpëtojnë jetën. Për shembull, e mani mend kur keni qenë të vegjël fare, kush ju ka mësuar si me kalu rrugën? Kush ju ka mësuar si me pas kujdes nga makinat? Kështu rastesh gati vdekje funksionon në mënyrë shumë më ekstreme, se ka njerëz 1% rasteve që shohin personin që kanë vdekur, ose të paktën i dëgjojnë nëse si shohin. Ky është rasti që duhet më fol sonte, se ky është prova që të vdekurit jetojnë subkonsciencën tonë. Me statistikë ndodh 1% e rasteve, kështu që nga 100 veta që do e shihni këtë video, një personi do i ketë ndodhur. Por çka kam fjalën është një person që po e kalon rrugën pa pas menin, dhe këtu po vjen një makinë shumë shpejt. Çfarë sekundi para se të vijë makina të shkaktoj vdekjen tatet me njëhershme, ti do të dëgjosh zërin e gjyshit nga mbrapa. Vizi! Suppozimisht themi gjyshi është personi që kur ke qenë 3 vjeç ka mësuar si me kalu rrugën, si me pas menin të makina. Kur ai shifte që ti e kalon rrugën pa pas menin, ai të bërtiste. Vizi! Kjo bërtitje, kjo ndjenjë faji që ke ndjekur kur ke qenë 3 vjeç, të ka hyrë aq në subkonsciencë, saqë kjo është arsye pse ti tash e ke menin kur kalon rrugën. Gjyshi është arsye pse ti e ke menin kur kalon rrugën. Dhe kjo shkakton që 1% e rasteve, më sa duket, kur kanë eksperiencë të tillë gati vdekje, ndjen zërin e gjyshit nga mbrapa. Vizi! Ka raste që ta shohin për një sekond vetëm, shohin një person të vdekur, kjo i bën të dalojnë dhe pranoj nuk i bie tolla në kokë. Çfarë është ky imazh, ky halucinacion i një personi të vdekur që del para syve? A nuk është një prodhim i subkonsciencës? Të gjitha halucinacionet prodhime të subkonsciencës janë. Kështu që më god mund të themi që gjyshi ose kushdo tjetër që mund të ketë vdekje që e ke pas afër, jeton brenda teje. Këto persone jetojnë brenda subkonsciencës trurit tat. Këto jetojnë të leksionet që të kanë dhënë, arsye pse këto ishin të afërt me ty. Njerëzit vdesin kur vdes konscienca. Energjia që përbën te konsciencën, mendimet, emocionet, memoriat e personit shpërndahen. Të gjitha shpërndahen dhe humbin rrotull. Personi harrohet. Përveç asaj copës vogël të energjisë ta ka futur në trut ty që kur ishte 3 vjeç, atë se më me fare. Ajo copa e vogël është po ta ka dhënë që 3 vjeç, ajo përbën një nga themelet e karakterit tat. Gjyshi jeton përmes teje. Një pjesë e jotja është si gjyshi. Gjyshi me këshill që ta ka dhënë 20 vjet para se me vdek, shkakton që ti sot marrësh kursin e autobusave dhe të marrësh gjop për herë të parë. Si mund të themi që pas ka vdek gjyshi, nëse gjyshi po merr vendime dhe pasoja me jetën tate? Ti po merr gjop sot se po bëj gabim që ta ka mësuar gjyshi 20 vjet para se me vdek. A nuk mendoni se gjyshi jeton përmes teje? Gjyshi nuk ka vdek në herë plak, ai jeton në subkonsciencën e njerëzve që i kanë ndryshuar jetën. Kështu që mos e duhet ta ndjeni edhe çik më tepër ndinj se kur po e shohin të vdekurit jetën tuaj nga sytë e juaj. Dhe mos e zgënjeni nga vendimet dhe arritjet që ke bërë deri tash. Mos e duhet të bëni çik më tepër krenar, se po zgënjeni shumë.